Sikur se thashe dhe pak më herët, në këtë pjesë të dytë do të flasim, e kemi më soft situatën, sepse do të flasim për një tematik që kemi për të ardhur në ndihmë besoj shumë anvisave të cilat po përgatiten për darkën e vitit të ri, ata që kryesisht zgjedhin ta festojnë në ambientet familjare, do të flasim për gatimet e tryezës vitit të ri, sepse na ndan vetëm një ditë nga darka e vitit të ri. Cilat janë gatimet që kryesisht shtrohen në natën e ndërrimit të viteve? A vazhdojnë shqiptarët të jenë tradicional në gatime, apo ndoshta ndikimi i kuzhinave franceze, italiane, greke, apo edhe ato që ata kanë shijuar në udhëtimet e tyre, ndoshta i kanë futur në tryezën e gatimeve të vitit të ri? Të gjitha këto do t'i diskutojmë. Me mua në studio është studiuesi Alba Aruni, faleminderit Alba që je këtu. Shefi i kuzhinës Alfred Marku, faleminderit shef që je këtu. Dhe shefja e kuzhinës Raimonda Ibro, faleminderit që jeni këtu. Cilat janë gatimet që nuk mungojnë asnjëherë në tryezën e vitit të ri? Si shefa që jeni, po Alba, si shefe kuzhine në familjen tënde? Si shefe kuzhine në familjen time prej 35 vjetësh, vazhdoj të mos heq dorë nga tradicionalja, vazhdoj të përcjell dhe të ruaj ato çfarë kishte familja ime që nga gjyshja. Gjelidetit me përshesh? Gjelideti me përshesh dhe me sa kam kuptuar familje të ndryshme e gatuajnë ndryshe, unë vazhdoj ta bëj siç e bënte gjyshja ime, pak krokante atë përsheshin, jo të qullët. Edhe ashtu ja kam mësuar dhe shijen fëmijëve, ashtu e duan, ashtu e pëlqejnë, pikante me ato erzat tradicionale. Cilat janë gatimet, Sonja Raimonda, që nuk mungojnë asnjëherë? Sigurisht gjeli i detit që përmendi zonja. Ne jemi restorant tradicional dhe i qëndrojmë fort traditës. Juve jeni në kryet e detyrës, besoj. Po, patjetër. Bashkë me shef Alfredin në kryet e detyrës. Patjetër. Ne i vim në ndihmë shumë familjeve që t'i përgatisim darkën dhe t'ju çojmë gati në shtëpi, por kryesori është gjeli i detit, nuk mungon. Me përsheshin sigurisht. Ndërkohë, unë e di që dora juaj shkon më shumë tek pjesa gurme. Po, a preferohet nga qytetarët, apo duan atë thelen e madhe të mishit përpara? Me patatet e skuqura që s'mungojnë asnjëherë. Sa herë pyesin për këtë gjë, bëni pyetje përgjigjes. Kush është kuzhina tradicionale shqiptare? Është ai bulliku apo ka një teknikë apo ka një filozofi vetvete? Si e kemi ne? Ja, ju mund të ma thoni më mirë, sepse jeni ekspert i fushës. Besoj kuzhina tradicionale nuk është bulliku. Është gurmeja? Jo, nuk është as gurmeja. Po folën për kuzhinën tradicionale, po flasin rrallë parë për një teknikë që do të thotë të gatush avash e para. Është shumë e rëndësishme. E dyta, do të përdorësh një produkt vendas. Shumë e rëndësishme. Sepse ne flasim për kuzhinën tradicionale, pastaj varet çfarë vjen te pjata. Pastaj e treta, po të hyjmë historisë, pyesim gjyshrat tonë, gjithmonë i kanë pritë mish me meze, kur me pjatën plot. Edhe, në fakt, më duket pak e çuditshme se flasim për një kuzhinë tradicionale, besoj sot flasim për kuzhinë tradicionale duke thënë se jemi dembela. Sepse nanat tona atëherë, gjyshrat tona gatushin avash. Se ishin ato zojt e shtëpisë, i dedikoshin gjithë kohën e mundshme e saj, e përzishin, e pishin me temperaturë të zjarrit. Sot kemi ndes ato sobat në zjarrin maksimal për shkurtu kohën se s'kemi kohë. Po mirë, ka gatime që ka nevojë për zjarr të avashtë, për marinim për para kohe, për ta lënë ndoshta disa kohë më gjatë në marinim. Nuk kanë qenë këto pjesë e traditës më përpara? Patjetër se kanë qenë pjesën e marinimit, patjetër, po pjekja kanë qenë shumë të avashët. Kemi qenë ke mishi, kemi qenë ke gjërat bazike dhe kryesisht pjata që vendoseshin në mes, që të mesoret dhe meze u qushin, meze. Mezet bëheshin për tjetër qëllim, një rreth parë, sepse ti nga rruga palesa kush mund të vinte në çdo moment, ato mezet ishin sa për të fillu, se pastaj matan zonjat bënin pulat gati apo zoçkat gati sa i kishin, nuk është se e linin vetëm ato mesore. Mesoria ishte për të nisur sebepin. Ndërsa për pjesën e tavolinës, për cilën dhe jemi mbledhur diskutojmë, përveç mishrave, i kemi kushtuar rëndësi shumë edhe sallaturinave të mesit, që janë brumrat janë pjesa e kulturës. Disa, siç janë sallata ruse. Po ti kthesh historisë, brumrat janë. Po nuk janë më shumë në datën 1 ato brumrat. Për shembull, ka qytete që traditën e kanë atë lakrorin, byrekun në datën 1, byrekun me lek për shembull.
është tradit, po do ndalem edhe aty. Dua pak nga të dy shefat e kuzhinës, edhe për zonjat apo zotrin që gatuajnë, sepse jo të gjitha zonjat gatuajnë, ka dhe zotrin që gatuajnë shumë mirë, dhe ne që kemi zotrin që gatuajnë e kemi fatin, për të i modestis, për ta thënë këtë gjë. Si e gatuani gjelin e detit për të marrë shije? Do ndajmë disa sekrete edhe për sheshin. E rëndësishme është që gjeli të jetë i rritur në natyrë dhe të jetë bio. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj, e rëndësishme tjetër është marinimi. Duhet marinuar mirë përpara se të piqet. Me çfarë marinohet? Unë personalisht e bëj me gjalp, me vaj ulliri dhe me krip. Pa erza të tjera, sepse duan atë shijen shqetur. Vetëm në pjesën e sipërme apo edhe në brendësi të barkut? Edhe në brendësi të gjelit. Duke lënë 3-4 orë, mundësisht edhe një natë më përpara. Pastaj, rëndësi të madhe ka edhe pjekja. Pjekja duhet të nisë në një gradacion të ullët për 1 orë e gjys 2 orë dhe pastaj ta ngresh gradacionin sa për t'i dhënë një shije krokante, si që tha zonja. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Po pjesa e përsheshit, si e bëni ju zonja Raimonda, çfarë këshilloni? Po, përsheshin... Buka që zgjidhet, bukë e bardhë, bukë e zezë, bukë misri. Klientela jonë kulaç është ndarë në 2 pjesë. Në kulaçin e Shqipërisë mesme, që bëhet me bukë misri, edhe në kulaçin e jugut, që bëhet me erza, me qep, me gjëra të tjera. Kështu që janë të ndara. Kryesisht me kulaç bëhet më tepër. Në momentin që vendoset gjeli detit për të pjekur në furr, duhet të ketë ujë në tavën që piqet? Do 1-2 gota në fund. Do disa gota. Që edhe ndërkohë lëshon edhe... është lëngu dhe përpërsheshin pastaj që duhet patjetër. Shefredi, ju si keni ndonjë teknikë të veçantë? Jo, kjo është ajo klasikja. Është ajo baza në që ti do të pjekush një gjel deti koposh, themi dhe saj. Ajo poshtë lëkurës, si tha Raimonda, kolega, futet mirë gjalpi, ashtë me krypin e vajullisë, që aty futet gjithë gjalpi dhe fërkohet mirë që ta marrë direkt aty të mishi. Bëj masazh gjelit. Bëj një masazh të mirë fill. Prandaj duhet ca kohë më përpara që ajo ta thithë mirë. Po ta marrë. Dhe problemi i gjelit detit është se ka shumë atë, gjoksin e ka e mish të varë, që është mish i thatë. Du ta rush atë të ruj lakështirën. Për ta ruajtur këtë, neve pjekim me poshtë, me gjoksin poshtë, ajo lëshon atë pjesë. Do me thënë, pjesa e kurizit duhet tjetë sipër, dhe në tepsi duhet të bjerë pjesa e gjoksit të gjelit të detit. Gjithë lakështira shkon e mbli, dhe pastaj edhe uji është shumë e rëndësishëm, sepse gjatë havullimit, se është shumë e rëndësishme furra, për ta kalosh me pak vapor, me pak avull mrena, se gjatë bëj, a fillimin e pare do gjys zgjirje, gjys pjekje. Pastaj momentin e fundit, pastaj dalim të jo pjesa darë, edhe pjesën krokante do një ajër të thatë, dhe të ngrosë, të bëhet pjesa krokante pastaj sipër. Unë krokante e filloj që tek zënja e kulaçit, që i hedhe një... Se dhe kulaçin e bën vetë, Alba? Po vetë, po se me sot buk, me këshu, maja do ta bëj kulaçin të bëjmë vetë, dhe i hedhe edhe një gotë mjell misri, që të dali ke tradita që të përzihet, dhe më del vërtet shumë i mirë ai kulaçi i bër vetë. Ne në restorantin tonë e bëjmë një ditë më përpara. Po të forcohet edhe që mos jeti but. Besoj pastaj kur shoqërohet, kur ofrohet, është edhe me atë, ka edhe atë lëngun e vetë të pjekjes së gjelit? Lëngu i gjelit pastaj hidhe tek përsheshit. Unë ka vërdis duke e hedhur si pilafi, nga pak, se nuk dua që të më qulloset as përsheshi. Një tjetër pjatë që nuk mungon asnjëherë në tryezat shqiptare, ose të paktën ne kemi pasur, kur them ne të gjithë shqiptarët, është sallata ruse që është si pjesë e pandashme. Po sallata ruse e bër vetë. Mundësisht dhe majoneza e bër vetë dhe jo e bler. Kërkohet, preferohet në tryezat, në restorantat tuaja? Kërkohet gjithë, unë po e vere, besoj se sallata ruse ka një të rëndësishëm në tryezë. Sepse përmbanë majonezën, aciditetin, edhe të vel ushqimit, i konsumon atë sallatën ruse për të shpërla pak qelzën. Pavarësisht se vetë vete është e rëndë, por ka aciditetin mrena, ka turshin, ka majonezën, se është me vufë dhe kështu e bërë më të letë. E bërë si shesh pushimi gjatë darkës. Nuk besoj se ka familje shqiptare që nuk e ka në tryezë sallatën ruse. Natën e vitit të ri. Po, natën e vitit të ri, patjetër. Si e bëni ju sallatën ruse? Si që thamë, e rëndësishme është që ajo majoneza të bëhet vetë, të përgatitet vetë. Pastaj, gjithë se cili ishton ato ingredientët e vetë, si mas dëshirës. Është e thjeshtë, zakonisht shkojnë të 2 kuqe vezës, shkojnë të 70 gram, 50 gram varet e aciditetit që duhen, dha në çfarë ufle ke. Me ufull molle, kërësisht? Me ufull molle? Me ufull molle, ufull shpje, ufull rushi, limon. Unë për shumë dhe bëjnë me limon.
Sade, për shumë mirë. Pastaj për diçka të tillë ty të shkon rreth 200 ml vaj. Po pra. Po. Ky është Ndërsa ingredientët janë patatja, trangull turshi, bizele, fasule pllaqi, mund t'i hedhësh qiqëra, mund t'i hedhësh misër kokër, varë sipas dëshirës. Ka njerëz që e bëjnë dhe me salcice brenda, me vezir, unë nuk e zgjedh ta bëj. Me mishpule ose me prosciutto, të paktën ka familje që e bëjnë. Ajo është pastaj duke dhënë alternativa të ndryshme sipas dëshirës. Një tjetër pjesë që është shumë e rëndësishme është që si ka ndryshuar, dua të di, vitet e fundit. Për shembull, ka familje që preferojnë që natën e ndërrimit të viteve të kenë domosdoshmërisht pilaf, lidhur edhe me bestytnin që duke qenë se pilafi ose risotto kur gatuhet shton edhe sjell me bollëk. Gatuajnë thjerza apo fasule për të njëjtin shkak. A ndodh që të kërkohen të ketë këto kërkesa nga familjet ku ju çoni ushqimin ose aty ku e shërbeni në restorante? Alba, ju bëni risotto pilaf? Jo, nuk e fus. Me që ka dalë kjo varianti i kokrave të shegës, zgjedhim kokrat e shegës. Është më shkurt. Me lehtë. Ose kokrat e rushit, po, të rushit. Është më... Janë ca simbole që do t'jenë. Unë vin nga një kulturë italiane, se aty jam rrit nga ana e profesionit, gjithmonë të pjesa e menus të ndërrimit dhe viteve, ne, thjerëzat janë të përfshira, rushi është i përfshirë, shega është i përfshirë. Risotto e keni të përfshirë? Risotton, po, e kemi, po nuk ka një simbol, unë tani po e kuptoj, e dëgjoj se rizi është. Unë e kam pa gjithmonë rizin në rase dasmesh. Që lidhim atë të dasmës dhe bëjmë pilaf për vitin e ri. Ndërsa neve kemi, përveç gjelit të detit, shumica nuk e duan gjelin e detit se është pak i rënd, dhe marrin pulën e fshatit. Atë po e shoqërojnë me pilafin ose me jufkat. Ndërsa gjelin e detit kryesisht e kërkojnë me përshesh. Është me përshesh. Të tjera gatime që nuk duhet i mungojnë tryezës, cilat janë? Në familjen time, në tavolin nuk e shans mos i vësh çunave dhe liptaon, së fundmi që... Çfarë është kjo? Liptao dhe është si puna e sallatës ruse, përgatitet me gjizë fshati, me patate të cilat shtypen, me gogozhare të kuqe, me hudra shumë... Turshi këto gogozharet apo turshi? Po, gogozhare turshi, me hudra shumë, me djegse shumë, dhe është kështu mesore, mu më ka ngel nga babi, se e bënte për të shtyrë qikërakin, edhe çuna dhe kam mësuar dhe pëlqen shumë kjo gjë. Roston e duan me patjetër, po preferoj që ta thotë që shefi si e bën roston. Jo, nuk është. Me që se jemi të rosto. Na thoni një sekret për të bërë një rosto të mirë, për ata që nuk duan që në pjatën e tyre të mungoj rosto. Një rosto mirë do të kafërdiset të parë. Ne e bëjmë të skuqur sepse mishi ka sheqerin. Gjatë një kafërdise, ati po i kafërdisa të sheqerin dhe bëhet shumë i shishëm në gojë. Dhe pastaj do një pjekje në temperaturë të avashët, në temperaturë të ulët, të mbyllur edhe të vëdosën furrën hemi kohë të gjatë. Aty e bën se të shkrihet në vetë të mbrojët lagështirët. Shumë e rëndësishme kafërdisja përpara se ti bllokon gjitha poret e mishit dhe nuk e lejon të humbasë lagështirën ato lançet e veta. Po teknikën e karrotës. Ajo, atëherë, arrosto e dikushme... Alba, po bëhet gati, shef, priti kështu që do t'i marrë ca këshilla. Jo, do shpikojmë diçka, që është një artë teknika më të vjeta që ka Shqipëria. Edhe unë them, unë bje keq, sepse në për këto agriturizmet bëjnë gjithmonë atë qingjin e pjekur, apo ketin e pjekur, nuk bëjnë ketin apo qingjin të zier me langun e vetë. Arrosto është nga ato produkte që zakonisht zihet me langun e tij. Po folim për pasaj për arrosto furre që është tjetër gjë, është pjatë tjetër, po folim për pjatën që e tha Alba, unë e fus karrotën me dhunja, fusat karrotën. Ajo është pjatat më unike që ka Shqipëria se zihet me langun e tij mishi. Mbyllet hermetikisht me hudrën, dafinën, por është shumë e shishme. Po. Është fantastike. Po do një temperaturë shumë të avashme dhe me langun e tij. Shtohet shumë pak ujë. Gjallë pihet të tjetë shumë i rëndësishëm, dafina, karota dhe si e gjytur e saj dhe mbyllet hermetikisht dhe vazhdon të zihet me temperaturë të avashme. Është produkt mishi që shërbehet i ftohtë në çdo kohë, ke gjithmonë aty një fet të nderon në antipast. Peshku, sa preferohet? Peshku apo edhe prodhimet e detit, flas në tryezat familjare? Ndoshta edhe në restorante, ju e ofroni? Neve nuk e ofrojmë peshku, fare peshk. Kemi vetëm mishin edhe pulat. Tek restorante jonë, që ndojmë tek tradicionalja, tek Shqipëria e mesme. Po juve? Të peshku? Shofredi peshku? Ku jeni të peshku? Ne po flasim, po folim për i menu, po flasim për i shkallë. Ti do të filloj me diçka të krudo, të marinume,
se ke aciditetin, të haporektin, të freskon, dhe pastaj gradualisht të bësh gati të Për kalosh. shembull, një pjatë me viola vetëm me vaj dhe limon do ishte ideale, për shembull. Po, fantastike. Fillohet që Po ti këtu hedhësh ose edhe pak shek aty, është fantastike. Po, pa diskutim. Edhe pak mandarinë të shkon. Nga data 2 mund të shkojmë te në karkales në gjë, po... Ajo është shkalla. Ka familje që gatuajnë, ka tradicionale. familje që bazën e kanë tek prodhimet e detit. Shumë familje që gatuajnë në shtëpi flas. Po, sepse shohim pak më të lehtë. Ti konsumon një produkt që është shumë më i lehtë, më... Qoftë në përgatitje, qoftë edhe në konsum, kam përshtypjen. Ata tema vështirë gatush është mishi. Pavarësisht se ne zojët e shtëpisë e fusin sa ma pak peshkun në shtëpi, se jep erë, po jo që është e vështirë ta gatush peshkun. Peshku është shumë i thjeshtë. Mund ta bësh në furrë. Po, dhe për çdo lloj gjoje, po. Po, ne i përpamën time, atëherë, ne është shumë e rëndësishme të thojmë se për të pjeki peshk ideal, do ishte temperatura 55 deri në 60 gradë. Edhe kur shikoj ka i herë këto peshun se është bëhë kukurec më furri shkreti dhe shikon me i sytë të tremër, ta hash me çap kur dalë të gjunaf. E kërkoj në restorantin tuaj peshkun? Peshkun, po. Flas për net të rëndësishme, si që është nata e ndërrimit të viteve, për shumë dhe përfshin ju në menu? Ne po zakonisht ndërtojmë një pjesë menues që është i formë shkallë, se ti nisesh me diçka, merr ca elementë që janë tipike tonat, në që ti duhet i përfshish, por sa i ke shkallën. Zakonisht nuk e ashtu sepse është i pjatë shumë e veçantë. Pra në një restorant përfshish një diçka krudo, apo të marinume ti mund të hasish shumë probleme gjatë rrugës. Sepse na për shumë ke gra që nuk e përdorin krudon, janë shtatzana o këto, ose ke njerëz që nuk e konsumojnë fare. Edhe ti zakonisht në një restorant tenton të jesh në një linje që shkon ti pëlqesh gjithë, pra nuk kanë probleme alergjisht apo për shembull, ne si vjet, menuja jon 90% është pa laktozë fare. Pa laktozë fare? Po. Sepse kemi vëresh se te klientët tonë është një numër i madh intolerant të laktozës. Pra, është djathi i vendosur të shëbet, djathi do shëbet, po jo në pjatat e përzira, po. Djathi kryesisht, çfarë djath do këshillonit? Ne përgatisim vetë, bëjmë vetë në fshat. Kemi djathin e Napës, që është fantastik. Mua ma bën familja ime dhe e shikoj që në restorante kërkojnë jashtëzakonisht shumë. Sepse ne bëjmë me metodën e vjetër, si që ka qenë më përpara, me ron, i themi neve, jo me ilaç që bëhet djathi, dhe kjo jep një shije vërtet veçantë. E kërkojnë shumë. Dua të marrë një mendim, cila është pjata tradicionale që gatuhet në disa treva të Shqipërisë? Për shembull, një pjatë tradicionale është byreku me të brëndshmet... Qingjit, ose të pulës, e kërkojnë jashtëzakonisht. Me mish koke, varet se si e bën Ne nga kraina. Shqipëria e mesme e bëjmë me të brëndshmet e pulës ose të qingjit. Po sepse ajo është në varësi të mishit që pjesa e Shqipërisë Zona mesme... Mjeditë e ka me ara. Kë? Zona Mjeditë e ka me ara. Po. me të lyne me ara. Po, është shumë i mirë. Nga Gjirokastra kanë provuar këtë me Mesnik mishkoke në përmet ato zonat ande që e bëjnë. Kurse Përmet ne e e bëjmë Gjirokastra bëjnë. me të brëndshme të gjelit del fantastike. Cila është një tryezë ideale për vitin e ri, ku nuk mungon asnjë gjë dhe ju si shefa kuzhine, po edhe ti Alba, sepse e njeh shumë mirë kuzhinën, do t'i vendosnit notën 10. Unë s'do hiqja dorë nga tradicionalja, ku është antipasta që s'më mungon sallata ruse, liptao, salcat e kosit që kanë filluar t'i bëj me ngjyra të ndryshme, me përzierës të ndryshëm, o me panxar, me vezën e zirë. Mos më mungoj romsteku, qoftet ose kërnackat e Korçës, djati bar, djati kaçkavall, turshickat, byreku mesnik, por edhe qumështori ose klumështuar, si që thonë, nga çamëria. E bëni në datën 31 dhe këtë? Për t'i gatuar, unë i mbyll gatimet në 31, pastaj se çfarë duan, në vë kryesorët, pastaj kush e do mesnika, kush e do qumështor, sipas dëshirës, por unë dua që t'i kem atje, të gjitha të bëra. Ashtu, si që të dhe zonja, të gjitha i bëjmë, që t'i kemi të gjitha, tavolina tjetë plot, se ne kështu jemi rritur dhe kështu jemi mësuar. Pastaj, të hahet çfarë të dëshiroj Ora gjithsesi. 12 ta kap tryezën plot. Tjetë plot. Cila tavolin do merrte notën 10 në gjykimin tuaj? Sot duk pun flasim për pjesën e bullikut, sepse secili nga nesh e mbush tryezën.
Ajo është shumë e rëndësishme, është një zhëtrues, kesh një alarmi, o të kesh një energji pozitive. Pra, në një darkë të ndrimi, ti të mbyllësh një vit dhe ta fillosh një vit me një energji, Harmoni. Po një harmoni, kjo është gjëja më e rëndësishme që do jep se ti mund pishat natë vetëm i gotë verë, u ta bësh edhe më tuta. Unë pijame më shtëpi, por në qore ke atë atmosferën e duhur, ajo është nata perfekte. Por nuk e bë mishi, nuk e bë djathi dhe nuk e bë asnjë lloj produkti tjetër. E bë njerëzit. Dashuria. Dhe harrojmë ka herë. Dhe harrojmë në shumicën e rasteve. Pse? Jo, ne ambisat nuk e harrojmë se ja hedhim me dashurinë brenda në gatimet tona. E pjek pastaj. Ndërsa unë kam fatin të kem një familje shumë të madhe dhe O, sa mirë. si të zotëria ne festojmë gjithmonë bashkë dhe ajo është kënaqësia më e madhe. Do me thënë të bie Raimonda shumë peshë dhe shumë punë Jo, për të unë kam bërë. vllajën e madhe, kam guzhinjer bashkë me të shoqen, kam nusen e vllajt tjetër guzhinjere, kështu që neve Jeni të gjithë si jemi familje gjithë. të përfshirë. Ju jeni në garë, kush i ka bërë më mirë? Jo, kemi atë të madhin kryesorin. Keni shefin. Kemi shefin. Po sa i takon në ëmbëlsireve, vazhdon baklavaja, është edhe pas shpinës time tjetë. Kampione e tryezave tona. Kampione. Dhe ajo tradicionalja baklava me ara vazhdon. Edhe me gjalpin e freskët. Është fantastike. Cili është sekreti për të bërë një baklava të mirë? Tek pjekja, tek petët e hapura vetë, Që nga mielli, apo tek ai sherbeti që i shtohet në fund? Të Unë kam gjitha bërë ato provë kanë 10 një sekretet e baklava veta. me mjalt. Me mjalt? Realisht më ka lënë me gojë hapur. Si? Një zonjë... Ku dhe kur i hidhej mjalti? Në fund, të pjetë shërbetit. në vend shërbet. Në vend të shërbetit, a nuk i hidhej sherbet, po i hidhej mjalt? Mjalt, po. Ishte me I pa holluar si që është mjalti? Po, që është mjalti, po. Hollohet pak me ujë, se ta marrë të... Po pra që të ketë mundësi të përthithet nga gjithë baklavat. Jeta e bërë vetë, ka vlerë, maksimale të ti keni produkt që ka vlerë, ka shie. Ka zonja që i hapin petët vetë sot të Po, ka. baklavas? Tjetër, gjitha janë. Të gjitha japin Bëra vetë. 2. Jo, jo këto zonjët e reja, këto zonjët... Do të nuk që kam komplet, Ti s'futesh në... nuk fute e pare në këtë të Bëra të dyta. Se njëra më mbaroi. Po. Njëra më E mbaroi. bëre tradicionale me arra? Me arra dhe kësaj të dytës si shtrova dhe një shtesë bajame të pjekura, se më pëlqen ajo shija bajame të pjekur kur tërmohet. E kam qef. Ju nga anët tuaja lekun e vendosni në baklava apo te byreku i datës një? Dikur e fusni në baklava, po e shkalafitni atë baklavan se donin ta gjenim lekun përpara, kështu që zgjedh. Dhe ku t'i ra leku? Jo, kam filluar ta zgjedh ndryshe. Si e zgjedh? E fus në kulaç, edhe atë kulaçën i thënë tani, doni ta gjeni lekun, bëni përsheshin vet, që të gjejmë lekun. Vërtet, zgjidhje shumë e mirë. Mirë, ne do të shkojmë shumë shkurt në reklama, do të vim, do të flasim pak edhe për pjesën e pijeve, cilat janë shumë të rëndësishme dhe nuk mund të mungojnë në natën e ndërrimit të viteve. Tjetër pjatë që na haruam ta përmendim, por që zëvon në tryezat shqiptare, kryesisht tek Shqipëria e mesme, por edhe në treva të tjera, është tava e dheut. E ke bërë gati Alba dhe nëse po, si e ke bërë me mish, me të brëndshme? Nuk do e heq kur nga tavolina, sepse ishte pasion i babit tim ky lloj gatimi dhe kishte dëshirë ta gatuante vetë, por me të brëndshme, jo me mish. Me të brëndshme? Me të brëndshme, ka dhe ajo teknikat e veta. Si e bën? Ka vërdisën të brëndshmet me qep, shuen pastaj pak Po me... të duen 2 soba Alba për këto, me gjithë se kanë 4 syse për të bërë të gjitha. Por duhet gjiza mirë, do pastaj ta skuqesh pak miell misri për ta trashur, me lëngun e kockave të mishit për ta shtuar. Jo, mos i fusësh asgjë ujë brenda. Ta ketë do me thënë çdo gjë që lëshon vetë dhe pastaj e fut në furr. Pastaj jet në tavat e baltës dhe e fut në furr dhe sa për të piksur. E ofroni ju në restorantin tuaj këtë? Tavën e kosit. Për mua është në pjatë... Tavën e dheut? E dheut, më falë. Tavën e dheut, jo. Nuk e para përdorë. Po tavën e kosit, si e gatuani? Për mua ngellet një zonjë pjatë. Ngellet një zonjë pjatë? Po. Nga cila traditë është tava e kosit? Elbasan. Është nga Elbasan? Tava Elbasan, me mish qingji gatuhet kjo? Jo, po, zakonisht është gjë bërë me mishin e dashit, për të marrim atë recetë e vet. Po, kjo është ideja pse kanë thyhe me kos, sepse hiqin atë e shien e rande të unyrën që kishte. Po unë aty e quaj zonjë pjatë sepse ne kemi sjellë një format totalisht ndryshe. Kemi sjellë një format gourmet, kemi bërë pak më fine, pak më të bukur. Për ne që nuk e ham për shembull tavën e kosit, si mund ta shijojmë tek ju? Tek ne kemi një mish qingji të zirë në qumësh, shoqërohet me një krem kosi dhe një kuqe vezë të tharë dhe të tymosur sipër.
E gjithë procesi është sepse po të marrish i tavë kosit, ne i kemi datë gjithë përbërësit. Kosi vlon, dalë gjizën e kozit dhe hirën e kozit vete. Hirën ne e bëjmë të nkurët, sepse do të marrim aciditetin maksimal që ka kosit, se është fantastike. Pastaj ri bëjmë bashkë gjizën e kozit dhe hirën e kalume në koncentrat, i shtojmë pak gjallë, pak djathë, pak vezë të nkurët dhe zihet në banjëmëri rreth të 2 orë. Kjo është kremi gjithë procesit kosit. Te ana tjetër marrim kushtet e vezë dhe i regjim, pastaj i thajmë, pastaj i tymosim, dhe pastaj nga ana tjetër bëjmë mishin me pak rozmarinë që mbëlqen këto aromet e malit. Shumë e mirë. Rozmarina e duhet jap shumë shije. Është shumë fine dhe prandaj them se është një zonjë pjatë. Ajo është më së miri që prezanton në Shqipërinë në çdo cep të botës. Është variant që ka shumë interesant dhe për tu parë dhe për tu provuar. Është të vonon në kohë përgatitja, përveç banjumarisë që do 2 orë? Mënyra që e përgatisum, po. Dërsa ne i rrim tradicionales, tava e kosit dhe tava e dheut nuk mungon asnjëherë në restorant, duke qenë se ne jemi restorant tradicional, mirëpresim turist nga i gjithë bota gjatë gjithë vitit, dhe këto të dyja tavat kërkohen pafund. Si e gatuani tavën e kosit? Me mishin e qinqit, me miell, me kos dhe me vezë, dhe pastaj e pjekim në furrë. Po tavën e dheut me të brëndshme, si që Alba? Me e bëjmë me mish, si që Alba, por e bëjmë me mish, po. Perimet, çfarë vendi ze në Tryez? Shumë të rëndësishëm. E si i dhe mos ato të sezonit. Në fakt, ne flasim gjithmonë për produkt bio, kështu, edhe gabimi të madh, pastaj shkojmë hajmë domate në pikun e dimrit dhe kërkojmë sallat lakre në pikun e verës. Kjo është në ato çuditëra që të bëjmë ne shqiptarët, por po deri të konsumosh një produkt bio, që t'ia thojmë fjalë bie të fjalë e madhe, sezoni që deri ku ka vlerë e veta që ushqyta, të konsumojnë perimet e sezonit. Si domate turshi, unë i kam zgjedhur të mbaj turshi në këtë sezon. I ke bërë vetë? Po, sigurisht. Sigurisht, po, patjetër, duke hequr më njëna të pjesën e përdorimit. Gjithë e shikojnë sepse është shumë e thjeshtë, vetëm mbushe me kryp dhe është okej, por shumë delikate. Ajo do kohën e vet për të mos u zbutur, për të mos u shpërbër, për të ruajtur atë, për ta lënë deri në pjesën krokante dhe krypen në atë nivelin e duhur. Dhe uji është shumë i rëndësishëm se ai të prish gjithë produktin. Uji duhet të ndruar, s'duhet të ndruar? Që kur ta marrësh mos jetë uji i rjetit që mos këtë kaluar në klorifikim, tjetë uj... Do të vloj për para. Po, pa tjetër që duhet i vluar. Si sugjeroni, zonja Raimonda, ju perimet në Tryez? Do me thënë, si servirni? Të zjera, të pjekura? Të zjera. Neve në restorant, për shumë, i kemi specin me gjizë, ose fërgesën verore, dhe këto e kërkojnë shumë, kryesisht gjithë... Përgesa është gjiza me specat, po. Të skuqura, bëhet shumë e mirë, me domate, me hudhra, kështu i shërbejmë. Preferohen në restorantin tuaj, shef Redi, perimet? Po, patjetër. Në mënyrën tradicionale të shërbimit, apo edhe ndoshta me pak djathë sipër, apo me ndonjë lloj salce marinimi? Varet që do bësh. Për mua, në pranat e vitit të ri, është thjeshtë të jenë të thjeshta. Sepse janë një formë kuptimi i fjalë, sepse nga sësia madhe e ushqimit, ty të kërkon një ushqim të tjetë i thjesht dhe praktike të tjetë shpërlargjur ti në qiell, dhe duhet i thjesht. Që edhe mos të të vel, pra të më thënë çdo pjatë të kesh mundësinë që ta shijosh negativ. Kanë ndihmuar shumë të letrat e furrave tani, që këto perimet dalin si të zgarës kur i fusim në furrë dhe thjesht me këto balsamikat, që djath sharri sipër, pak erza, dalin mirë. Une anashkalova pak pjesën e ëmbëlsirave, sepse folëm vetëm për baklavan, por ka shumë familje të cilat preferojnë kadaifin në vend të baklavas, apo qumështorin, si sa Alba, apo edhe ëmbëlsirat të tjera. Çfarë sugjeroni? Përveç baklavas. Qumështorin e porosisin shumë, sepse është një ëmbëlsirë e lehtë, edhe kush nuk don baklavan që është e rëndë, kalojnë tek qumështori. është shumë e thjeshtë, me qumësh, me vetë. Klumështuarin, që është pak ndryshe nga qumështori. Ne të Shqipërisë mesme, ne e bëjmë me sheqer dhe i themi qumështor. Qumështuari bëhet ka dhe petën poshtë. Jo e bëjmë ndryshe. Petë ta hapur vetë. Petë ta hapur vetë, përbërësit pastaj janë 12 kokravez, 1 kilo gjysë qumësht, 6 luk sheqer, pak fak remiell, trazohen hidhen brënda dhe ajo teknika e palosjes të petës poshtë, që duhet jetë si pala korrenti, sepse gratë qame atje ta shohin sa bukur e ke palosur.
Jo, ne kemi ndryshe, kemi të thjesht. Shqipëria e mesme, i themi qumështor dhe e bëjmë me qumësht, me vezë, me niseshte dhe me sheqer. Po zakonisht kjo pjatë ka pas lind nga ato dikur një pjatë fshatare, që kur lopa pilte, gjitha qumështin e pare, e mlishin e bëshin... Kullostra. Kjo kullostra. Kjo është i pjatë që... Ne e bëjmë me qumësht. Edhe mamaja ime, kur unë isha e vogël, e pishte me saq. Por është... Po nuk është i pjatë e ndërrimit të viteve. Është pjatë që është përdorë në përzorit e fshatit, Sigurisht, por tradita çame e ka shumë parësore këtë gjë dhe e evidenton... Të lopa fiksat natë e vitri? Jo, e duan atë mënyrën, sepse teknika e palosjes, që vjen si fustan me pala korrenti, ka shumë ngjashmëri dhe me fustanellën dhe prandaj krahasohet me edhe estetikisht. Kjo është e bukur dhe kjo po tregon te një pikpamje time është sa lidhet tradita. Bravo dhe për traditën. Kush janë qenë kuzhinierët e dikursh, e zonjtë e shtëpisë. Ato u kujdeshin për ushqimin dhe prandaj e po tregon që atëherë bëshin gara që u bëta aq bukur si u palosë as bukur. Se aty kuptoshet çfarë dedikimi ke. A ishe fina, a kishe estetik, apo hajde të mbushim barkun edhe dalim ata. Ne kemi bënë gjatë male me të drejtën për këtë vitri dhe për nesër mbrëma, po thjesht kemi përgatit një glob të vogël, i cili është është personale, është një çokoladë mbushur me një parfe dhe me qumësht, që shoqërohet me një biskotë djegur 25 orë, dhe merr në ngjyrën kafë, se duhet të ndalë në ngjyrën kafë, e pak Hemanaferra Puket. Thjesht po e mendoj, thjesht po e mendoj dhe po na hahet. Se sa e shishme që duhet jetë, dhe po na hahet, dhe shumë e vërtet. Cila, në gjykimin tuaj, do ta bëj edhe për ju zonja Raimonda këtë, përgjigjen Albës e kam, po e ka dhe Alba këtë pyetje. Cila nga zonat e Shqipërisë, pa hatër mbetje, mban numri 1, jo vetëm në tryezën e ndërrimit të viteve, por në kulinari, që ruan fort traditën, që prurjet nuk e kanë shtrembëruar, por thjesht sa i kanë dhënë një dorë, një shije europiane, por që tradita ngelet. Lezhë, po jo se jam lezhjan, po të flasim hapur të një. Jo se jam lezhjan, por shkosh sot më Lezhë, ti gjanë shumë restorante të ndryshme. Jo se nuk i kanë vende tjera. Ajo që ka Lezhë është që ka identitetet të ndryshme. Prandaj e bërë Lezhën më të bukur. Shkosh më Lezhë ke Plisin, restorant Plisin, ke... Çfarë gjën tipike tek këto që nuk e gjen në asnjë zonë tjetër? Djella, Gjon, ajo historikisht ka bërë pjatat e veta dhe e dedikua saj, ka byrekun me pulët, e ka fantastike. E di, e kam provuar. Është unike dhe nuk ka restorant tjetër që e përsërit dot. Ke Plisin, se për një mënyrë të djathit e ka përfshirë shumë bukur, ke hotelin Gjotis, ke Mrizin Zanave, janë shumë identitetet të ndryshëm. Pra nuk ke një restoran që janë kopje 5 të Po që ofrojnë traditën në mënyrë të ndryshme. Patjetër, në mënyrën e tyre. Cila zona, Alba? Do thoja Çamëria, për të qenë korrekte me origjinën e familjes bashkëshortit tim, por unë them që është Përmeti. Mendoj që Përmeti ka larmishmëri gatimesh që nga zarzavatet që ti trajtoj në forma të ndryshme si në likora, ashtu dhe në variantin e gatimeve. Për mua qoftë tek petët, që nga kolofacet, rosnicat, të gjitha. Për mua them është Përmeti, kampioni i gatimit. Përsa unë mendoj Shqipëria e mesme, sepse ne akoma vazhdojmë dhe i sjellim pjatat si që kanë qenë më përpara, unë dhe në restorantin tim, i sjell të papërpunuara si që kanë qenë të gatuara nga gjyshet nga mamat tona. E ruajmë akoma traditën. Të pyesim ty tani, do të bësh aty kush do fitoj. Jo, unë jam përgjigjen me shumë kënaqësi, po patjetër, Korça Përmeti janë aty Gjirokastra. Unë i kam fatmirësisht origjinën dhe nga Përmeti, kështu që anoj të kjo pjesë, po edhe ata që ju thatë, Shqipëria mesme pa diskutim ka tradicionale, po edhe Lezhë gjen gjëra vërtet unike dhe me shije që i qëndrojnë tabani. Patjetër. Përmeti është një pelg e fantastik, që nuk mund ta hedhë, është në unik në gjithë Shqipërinë dhe du ta pranojmë. Në pjesën e restauracionit, pasaj ka diçka tjetër, sepse restauracioni Lezhë ngelet në kampione, te tipologjia dhe kultura që kanë Përmeti është fantastike. Në shkuftim, është unik. Se me pëlqen Përmeti sepse e ka identitetin e tij, në çdo lloj gjëje që bën. Pra, mereqelat, glikot, heranit, pra gjithë kjo gjoja që bojnë ato është unike. Ka dhe atë festën që e bën atë pazarin, i nxjerr gjithë ato gatimet
Dhe disa gjëra që unë i kisha harruar kur vajta njëherë për festën e tyre, me fjalë kur i pash atje tash, jo, e kisha harruar këtë gjë. Është unik dhe duhet ta themi. Brumrat, çfarë vendi duhet të zenë në tryezën e natës së ndërrimit të viteve? Përveç për sheshit, që është pjesë. Të gjithë porosisin byrekun. E han natën e vitit të ri? Po, e porosisin nuk e di, po gjithë e porosisin, sidomos. Nuk porosisin buken, po e porosisin byrekun. Byrekun. Neve bëjmë një byrek që i themi me shtalp. Mendoj që është i veçantë, sepse bëhet me djathin e zënë, po të pakulluar. Sa interesante. Edhe kjo është shumë e mirë. Pra në vend të gjizës përdoret ky djathi? Po, bëhet ky djathi, dhe kjo është tipik i Shqipërisë mesme, dhe është shumë i mirë. Edhe këto e përdorin shumë, e marrin. Alba, çfarë I kemi gatime jo byrekje që mund bëjmë në përditshme, as me spinaq, as me presh, as me mish të mos grirë. më thuaj byrek me arme, me lakër tushi. Jo. Por petanikun e bëj. Petanikun, byrekun me fasule dhe me mishpule, besoj. Apo vetëm me fasule? Vetëm me fasule. Përveç misnikut që bëhet me mishin e kokës, me erza, bëj dhe petanikun me fasule, se kanë qef. Petaniku tradit nga cila zonë? Nga Korça. Unë e di, po thash mos ndoshta ka nga Korça. tradit më të hershme. Brumrat, Shefredi, çfarë peshë duhet zënë dhe Thelbi është diçka të shumë i veçantë? rëndësishëm për mua, thelbi te brumrat. Aty po folim për brumrat, ne flasim fikse për pjesën e traditës tonë. Që ne Po ta shikojmë zojët e shtëpisë dikur, unë nisem një parim shumë të thjeshtë. Nëse ti një produkt e merr dhe thjesht e gatun, ti nuk po e transformon. Ti po mbaron një proces. Ai duhet trajtuar. Nëse ti një kështu. produkt e merr dhe transformon, kjo bën pjesë e kulturës tonë. Dhe brumrat janë ato që bëjnë pjesë e kulturës tonë. Në çdo lloj cepi i Shqipërisë, në çdo fshat, në çdo kulturë, ti e shef në mënyra të ndryshme, mund të jetë i njëjti byrek, por e sjellur me formate me emërtime të ndryshme. Dhe për mua është gjëja më kryesore. Unë për shembull flin e gjej dhe në Korçë, por që quhet dhallanik. Sepse ç'më ke kujtuar. Ky ditë është po marr vesh. Është shumë interesante. Ti s'do dalësh shumë, do dalësh në luftë. Është e ngjashme, Alba. Është e ngjashme, por nga që më vjen me Edhe në afër, Korçë me saçe bëjnë. me saç, thjesht ndërtimi i brumit është me dhall. Kjo është e bukur që kupton sepse lëvizjet martësore dhe kemi dhënë. Dhe kë bëhet sjell nga një kulturë në një cep tjetër, është fantastike. lartësia e Po jo që është produkte. flia nuk është e juaj, mund. Jo, nuk është. Jo, nuk e marrim me eksklusivitetin e flisë. Po ngjan për shkak të mënyrës se si bëjnë petët e piqen me saç pa çdo pete. Pa, kështu bëhet, ë? Dhe thjesht dallaniku të jetë edhe pak djathtë brenda, me fjalë i shtojnë disa gjëra për shije. Pastaj kalojmë te petullat e fshira që i themi ne. Nuk e di si e quani ju. Petullat fshira, kur shkojmë në Korçë, petullat fshira dhe ju. Edhe ajo është pjesë e tryezave të familjeve shqiptare. Po magazmon trunin, pa ta bënë para disa vitesh në një darkë artit dhe gastronomisë në Lezhë. Edhe përfshiva 6 kultura krajinore që ka Lezhë. Është një qytetet që unike që ka gjithë Shqipëria. Ka 6 kultura të ndryshme. Ka Kallmetin, se janë vetëm 2 fshatra. Po. Dhe aty kam gjetë një qull të ëmbël, ishte shumë i mirë dhe shumë i çuditshëm se ti kisha një gjunë ai herë. Qulli i ëmbël. Qulli i ëmbël, që u bëte kulaçi, pastaj u suptote, pastaj u zite, u përzite me sheqer dhe ajo zakonisht u bote. Po. Ajo zakonisht u bote kur kishin dasëm, se nëse një shtëpi nuk bëte qullin e ëmbël, do thotë nuk kishte i zoj shtëpiet mirë, se kërkonte shumë punë. Pra, dhe aty ishin shumë pjatat zadrime, se ke zadrime, që është një kulturë që unike dhe është shumë perlë. Është shumë e pasur, duhet të themi vërtetë. Edhe në folklore, etnografi, gastronomi. Në anë tjetër se ke edhe mirëditën. Se në njëjtën kohë edhe ajo ka kulturën e vet. Në njëjtën kohë ke edhe malsinë e Lezhës, se ka sërish kulturën e vet. Pastaj ke planin katolike dhe planin muslimane. Të dyja kanë dy kultura ndryshme, sepse dhe mishrat që përdorin kanë të ndryshme. Për këtë punë thash se bër Lezhën shumë të bukur dhe të alarmishme se ka shumë kultura të ndryshme brenda. Edhe kur secili prej atyre sjellin nga një produkt e bërë shumë fantastike. Prandaj turizmi në Shqipëri zhvillohet se kemi larmishmëri, gatimesh nga jugu në veri. Turistët i pëlqejnë shumë gatimet tona. Po, është një nga arsyet që vinë, sepse përveç se janë unike dhe shumë të shishme, çmimet krahasuar me Evropën janë shumë më të mira këtu. Dashurohen me gatimet shqiptare. Po, këtu të çmim e hapim si diskutim të vogël. Pse? Po ka pjata që janë shumë të shishme dhe më të lira krahasuar me Evropën.
Po nisim i parim. Po unë nisim gjithë të bëjmë një konkurent, kush e ullë çmimin më shumë, do dalish me një produkt skadent. Po patjetër. Sot për sot, Po flasim që çmimi të justifikojë cilësinë. Sot për sot, në pikpamjen time, po shkosh tash një McDonald's, u tash një fast food, minimalisht në Tiranë harxhon të 10 deri në 15.000 lekë. Po që dole jashtë Tirane, mund të hash mishin e qinjë që thotë unë e kam të timin, ti harxhon 10 deri në 15.000 lekë. Për mua është një raport që nuk funksionon. Unë nisim një parim që dal jashtë Tirane për të konsumuar një produkt natural dhe du të sezone, dhe ti du të pagush më shtrej se ta konsumosh të fast foodin e deri të shtëpisë. Kurse në Shqipëri është gjithë kraji kundër, se asaj se në pikpamjen time është shumë i gabum dhe kështu prishim çdo lloj xhinxhirin që kemi bashkë. Se nëse kjo është fermere dhe ka mishin e qindjet aty, dhe unë detyrohem t'ja marr lirë kësaj sepse do ta shes lirë, është një raport që unë e prishi. Nëse unë do e shes në vlerën e durë se ai produkt është me vërtet natural dhe ka bo zonja vetë aty të shtëpia, kjo du t'i marrë leket e veta, se du të funksionoj ekonomia xhinxhire. Në sistem shqiptar është pak i çuditshëm, por në pikpamjen time unë vazhdoj ta them timen, pastaj kush i ka veshët të le t'i dëgjoj, dhe kush nuk i ka mos i dëgjoj, por në pikpamjen time, nëse ti del i hip makinës dhe del jashtë Tiranës për konsumu një produkt, korço, ti thush natural, ti duhet të pagush më shtresat produkt që mes Tiranës. Është e vërtet, është shumë e vërtet dhe shumë e drejtë në fakt. Jam shumë dakord me zotrin, sepse neve pulat e detit i rrisim vetë në fshat. Edhe shumica e porosive që marrin na thon pse është kaq e shtrenjtë. Por ajo ka koston, sepse do rritet që i vogël, edhe unë nuk mund ta shes sa që set për shembull marketi apo një pul deti që nuk është e rritur produkt importi. Kështu që brenda çmimit është dhe cilësia. Dhe në fund, jo pa qëllim, këto minuta që na kanë mbetur, do t'ju marrë dhe një mesazh për gjithë shqiptarët. Alkooli, duam apo nuk duam ne, ushqimi, sidomos në natën e ndërrimit të viteve, do të shoqërohet me alkool. Tani, sugjeroni raki, të gjitha llojet e rakive, ver, nëse ver po shqiptare apo e huaj për t'u konsumuar, apo produktet, po themi, nëse i referohemi likerave apo pijeve ndoshta pak më të forta, whiskit edhe këto brandet e tjera që unë nuk është se i njoh shumë mirë. Zotrin, do ta lëm për në fund se është më ekspert tek gjëja. Unë mendoj që raki marrni pak. Jo, raki rushit dua një çik për ta nisur me gëzuar. Rakia marrë mos ju largo. Por mendoj që pija në tavolinë. Po që si e bërë rakinë e manit, nuk e gjon askund tjetër. Është fantasi. Pija në tavolinë është varësi të moshave që janë ulur me ne. Nëse kemi gjyshërit, do e marrin një tekë raki, se duan ta bëjnë gëzuar me një tekë raki. Pastaj verën sipas dëshirës, kush të kuqe, kush të bardh, gëzuar edhe t'jemi mirë, t'kemi shëndetin. Unë them se nëse ti keni produktin e tavolinës se ke shqip, është gjynaf të largohesh të pish edhe vena në italiane. Nuk e hell poshtë, po të pish një amarone apo një brunello, nuk e hell poshtë këtë një venë orti standardi. Por në pikpamjen time, një klient që shkon në një restorant, do të harxojë deri në 50.000 lekë të vjetra që ndron në Shqipëri. Se ti po e paguan me vlerën e plotë që ka lanë mrena. E realisht unë jam plotësisht i bindur. Për shembull, pi një kalmet, po thua. Kalmet është fantastik, po keni Carmenero për ti shqiptar, keni i vlosh, i sheshin e zi, e që tjetra i tonë e kalon në barrik të njësi, po kalojnë në gjithë katinët e mundshme. Pra, ti ke sa dush vena shumë të mira. Por është problemi, vera disi është bë pjesë e asaj si ndjerësh. Po është, se me kë njerë ti je rrethuar në të rejez. Por në shohë ti ke njerë gjithë duhur, ajo të bënë më të shishme, bënë të më simpatike. Bëhet më gazmore, bëhet më e du të njovish pak. Nuk pjet alkooli për të pi sa kam pi. Alkooli pjet për të shiju. Për të shijuar, shoqëruar me ushqimin. Për muhabetin. Po, Raimonda. Rakin mua ma bën babi, edhe për restorantin. Kështu që ajo është... Na prit nga i ditur, dim janare, mra. Raki rushi. Tjetër ju mirë pres me knajsit madhe, raki rushi. Verën e bën vllai. Përveç kësaj kemi dhe kantinat tona, si që ta zotria kemi kantinën Shehi që e bën shumë të mirë verën, që ja sugjerojmë gjithë klientëve. Kemi verat tona që këto i promovojmë më tepër. Pastaj kush dëshiron dhe të tjerat, patjetër, po kryesisht promovojmë prodhimet tona shqiptare. Prodhimet, ato duhet promovojmë. Unë për shembull kam gati 7-10 etiketa shqiptare. Po. Nuk kam marrë vetëm një kantinë, po jam mundu të përzjell disa etiketa të ndryshme. Po keni krojt bardh që është fantastik. Është i përzier me debin dhe sheshi bardh. Është super perl. Është shumë e mirë.
Ka të bëj, ndikon përqindja alkoolit? Shefredi në Nuk këta? ka, ajo është 13.5, është fantastike. Është okej, është Sheshi i bardhë për shumë shembull është fantastik, sepse njihet sheshi i bardhë njihet sepse ka atë mineralin e niveleve të larta dhe është shumë i freskët. Ta hapi shurtin darkën, themi shesh bardhë është fantastike. Është akoma kjo tradita ose kjo ideja, dua t'ju pyes juve si shefa kuzhine, se thonë që ka ndryshuar, që në momenti që konsumon mish, vera e kuqe i shkon më shumë mishit dhe e kundërta, nëse zgjedh të konsumosh produkte deti, vera e bardhë është më e përshtatshme. Kjo barët të jenë bazë të shkallës. Të një fjalë se vera bardhë në tonë gjithmonë tjetë freskët dhe këshillohet për të hapë një vakt, ose i drek, ose i dark. Pastaj në atë moment që ti shkon ti një produkt që ka një karakter më të madh. Mund ta ndryshosh në tryezë, për shembull, fillon të hash mish dhe e pi verë të kuqe dhe pastaj. Jo, sepse papilet tona, atëherë është shumë e rëndësishme është të vazhdohet me një pije. Jo, ta ndryshosh, po të kesh shkallën e rritjes në shije. Pra nga me i leta të shkosh tek me e forta, e kuptova. Në atë moment që ti ke pi gotë arkit, pish i gotë verë, të papilet tona pa janë të dehura dhe ti nuk ndjen asgjë. Po nga vera e kuqe për shembull ku mund të kalohet? Do të shkosh ti në verën e kuqe e lehtë, e freskët, duke u rritë pjesa gradacionit dhe viteve. Një mesazh për shqiptarët që na ndjekin, se jemi drejt fundit. Ku duhet kënë kujdes për tryezat dhe pastaj patjetër dhe një mesazh urimi. Atëherë, tryezat thash, kjo varet nga dëshira e gjithë secilit, se disa preferojnë peshkun, disa mishin, disa gjelin e detit. Rëndësishme është që thash të jenë të freskët. Një urim për shqiptarët, Raimonda. Ju uroj një vit sa më të mbar, shëndet dhe lumturi të kenë për familje që të gjithë. Alba, se po e lësh Shefredin, duke qenë se kemi zotrinë vetëm në panel. Një vit sa më të mbar, shijojeni tryezën e fundit vitit, sidomos për njerëzit në moshë, prindrit, se mbase mund të jetë i fundit. Shumë e bukur kjo. Unë kam i pjatë ty të restoranti imi, që ili është një barbu me kros kadejifje dhe krem çokoladë të bardhë. Ma e përmon shpesh dhe po gjithë e shikojnë shumë e një tendencë që është ky abinim. Është një pjatë që e kam të diku fëmijëve. Sepse bota është e bukur sa jemi fëmijë. Ne kur fillojmë me rritimi, fillojmë me kufizohemi, gjykojmë njerëzit. Kur je i fëmijë, je i hapur. Prandaj unë ju kërkoj gjithë shqiptarë, jetoni si t'jeni fëmijë. Shumë e bukur. S'ka kufizime. Shumë e bukur. Faleminderit shumë që ishit në studio dhe unë ju uroj me krah të lehta natën e ndërrimit të viteve, sepse e di që do jeni të ngarkuar dhe uroj që shëndeti dhe armonia të mbizotërojë të ju. Faleminderit shumë. Do të shkojmë në reklama, do të kthehemi në pjesën e 3, do të flasim për disa minuta për situatën në Kosovë, vetëm pas pak.